Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirëmëngjesi për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot kisha përkujton të gjithë besimtarët të vdekur. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Krisht shpresa faljes son, ti je ta je e ringjallja, tek ti syt kemi e zemrat, kur sulmon dhuna e vdekjes. Ti vetë mërzit e vdekjes, të egra tortura i vuajte, para Atit i përvuajtur, e i but dhe të mblin shpirt. Duke marrë brenga tona, o ti bari mëshirues, ne dhe me ty të bashkëvuajmë, në gjithë Atit të bashkëvdesim. I varur me krah të hapur, në gjaks të shpëruar qasi, kur të vdesin të rënduar nga sëmundja e dhembja e hidhur. Duke thyer dyert e ferit, fitues hape qelloret, ngret tash ne të ngashruarit, pas vdekjes na gjallëro. Dhe këta vëllezër me trupin, ta shpushojnë në paqen tënde, në lumni me ty të rinë zgjuar, të falenderojnë ty me lavde. Amen. Antifona e parë. Do të brohorisi në Zotin trupat e përvuajtur në vdekje. Psalmi 51. Ki mëshirë për mua o hyj sipas mëshirës sate, pash mirësinë tënde shlyeje mëkatin tim. Më laj krejtësisht prej mëkatit tim, e më pastro prej fajit tim, sepse e pranoj paudhësinë time, mëkatin tim për herë e kam parasysh. Ty vetëm ty të kam rënë në faj dhe kam bërë çështë keq para teje. Prandaj je i drejtë sa do të më ndëshkosh dhe i paanshëm në dënimin tënd. Ja, mëkatar unë deva, madje në mëkate nëna ime më ngjizi, por ti që e do qiltrinë e zemrës, mi mëso thellësitë e dijes së shpirtit. Mos tërpek me hisope do të bëhem i pastër, më laj e do të bëhem më i bardhë se bora. Bëj ta ndjej zërin e harese të gëzimit dhe do të gëzohen eshtrat e thërmuara. Largoje shikimin tënd prej mëkateve të mia, e resiti të gjitha fajet e mia. Krijoje në mua o hyj zemrën e pastër, për të rinë në mua një shpirt të qëndrueshëm. Mos më flak larg fytyrës sate, mos e hiq prej meje shpirtin tënd të shenjtë. Ma kthe gëzimin në shpotimin tënd dhe më forco me shpirt të gatshëm. E unë do t'u amësoj mëkatarve udhën e shëlbimit, e fajtorët do të kthehen tek ti. Ma fal gjakun e derdhur, o hyj, hyji i shëlbimit tim, dhe gjuha ime do t'a shpall shenjtrin tënde. Zhdrivilloj o Zot buzët e mia, dhe goja ime do të shpall lavdin tënde, sepse ti nuk kënaqesh në fli, e nëse të kushtoj fli shkrumbimi s'të pëlqen. Flia e vërtet për hyjin shpirti i penduar, ti o hyj nuk e përbuz zemrën e penduar të thërmuar. Pash mirësinë tënde o Zot bëj mirë Sionit, ndreqi përsëri muret e Jeruzalemit. Atëherë do t'i pranosh flitë e drejtësisë, flitë e shkrumbimit e të gjitha kushtet. Atëherë do të mund të kushtohen më zetër mbi lterin tënd. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Do të brohorisin në Zotin trupat e përvuajtur në vdekje. Antifona e dytë. Prej pushtetit të errësirave shpëtoj o Zot shpirtin tim. Kënga marrë nga libri Isaias profet kapitulli 38. Unë thosha, në gjysmën e ditëve të mia, unë po shkoj në dyert e nën tokës. U luta për tepricën e viteve të mia, Thash, s'do ta shoh më Zotin hyj. në tokën e të gjallëve, Nuk do të shoh më askënd. ndër banorët e kësaj bote, Tenda ime që zhgrehur e u hodh larg meje. por si tenda e barinjve, Si vektari ma mbështolli jetën e prej shulit po më këput. prej mëngjesit deri në mbrëmje, po më jep fund, Përmbys klidh deri në mëngjes.
por si luani kështu mi copton të gjitha ishtrat. Si cëri si dalëndyshja, Gjëmoj, por si pëllumbesha, syt mu kaputën, lart duke shikuar, ti shpëtove shpirtin tim, nga gropa e asgjësimit, sepse i hodhe pas shpinës sate, të gjitha mëkatet e mia. sepse banesa e të vdekurve nuk të lavdëron, Vdekja ty lavdes të këndon, ata që zbresin në grop, nuk shpresojnë më në besnikrin tënde, i gjalli, vetëm i gjalli të lavdëron, siç po bëj edhe unë sot, baba ju amëson fëmijëve, besnikrin tënde. më shpëto Zot e ne do të këndojmë me harp, Në të gjitha ditët e jetës sonë në shtëpinë e Zotit, lavdjatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Prej pushtetit të errësirave, shpëtoje o Zot shpirtin tim. Antifona e tretë. Gjatë gjithë jetës sime do ta lavdëroj hyjin tim. Psalmi 146. Lavdëroje shpirti im Zotin, do ta lavdëroj Zotin gjithë jetën time, derisa të jem, hyj tim do t'i këndoj. Mos e vini shpresën tuaj në princa, në njeri që s'është i Zotit të shpëtoj. Njeriu jep shpirt e kthehet në dheun e vet, brenda një dite humbasin synimet e tij. I lumi ai që e ka ndihmën e hyjit të Jakobit, që e ka shpresën në Zotin hyjin e vet, i cili krijoi qiellin e tokën, detin e gjithçka është në ta. Që e mban besnikrin për amshim, që u jep të drejtën të nëpërkëmburve, u jep ushqimin të uriturve. Zoti i çliron robërit, Zoti u jep dritën e syve të verbërve, Zoti ndreq të kërrusurit, Zoti do të drejtët. Zoti i mbron ardhacakët, u ndihmon ponjakëve e të vejave, ndërsa mëkatarve u apështjellon udhët. Zoti do të mbretëroj për jetë, hyet ose janë nga breznia në brezni. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. gjatë gjithë jetës sime do ta lavdëroj hyjin tim. Leximi i shkurtër krahasojmë letrën e parë drejtuar Selanikasve, kapitulli 4, rreshti 14. Ne besojmë se Jezusi vdiq dhe u ngjall. Atëherë hyji patjetër edhe ata që vdiqën nëpër Jezusin dhe bashkë me Jezusin do t'i marrë në lumturi. Të madhëroj o Zot, ti më lirove. Të madhëroj o Zot, ti më lirove. Ti e shndrove ankimin tim në këngëzimi. Ti më lirove. Lavdjatit e birit e shpirtit shenjt. Të madhëroj o Zot, ti më lirove. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua nuk do të vdes, por do të jetoj. E kushdo që jeton dhe beson në mua nuk do të vdes për amshim. Kënga e Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyj Izraelit. Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikur se premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit ton, se do t'na e bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. e ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejit lartit.
sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për të vënë në dieni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tia, në sajet të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qielli diellin, për të shndritur ata që gjendën në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes, lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Unë jam ringjallja dhe jeta, ai që beson në mua nuk do të vdes, por do të jetoj, e kushdo që jeton dhe beson në mua nuk do të vdes për amshim. Lutjet e besimtarve. Hyi ati gjithë pushtetshëm, që ngjalli Jezusin prej të vdekurve, do t'u rikthej jetën edhe trupave tanë të vdekshëm nëpërmjet shpirtit të tij, të shndritur me këtë shpresë të themi së bashku: O Zot, na jep jetën në Krishtin. Ati shenjtë që nëpërmjet pagëzimit na varrosën në vdekjen e birit tënd dhe na bëre pjesëtar të ringjalljes së tij, bëj që të ecim gjithmonë në një jetë të re, që duke te kaluar vdekjen në këtë tokë të jetojmë gjithmonë me Krishtin. O Zot, na jep jetën në Krishtin. Atë i mirë, ti që na ushqen me bukën e gjallë që zbriti prej qiellit. Bëj që duke marrë pjesë në tryezën eukaristike, ta fitojmë shpërblimin e jetës së amshuar. O Zot, na jep jetën në Krishtin. Ati shenjt, ti që nëpërmjet engjëllit tënd e ngushëllove birin tënd në agoninë e Gjetsemanit. Na ngushëllo në çastin e vdekjes sonë. O Zot, na jep jetën në Krishtin. Ti që 3 djelmoshat i lirove prej furrës së zjarrt. Pastroji besimtarët e vdekur prej mëkateve të tyre dhe liroj prej çdo dënimi. O Zot, na jep jetën në Krishtin. O hyj të gjallëve dhe i të vdekurve, bëj pjesëtar të lavdisë së Krishtit të ringjallur vëllezërit tanë të ndjerë. Na pranon një ditë në bashkësinë e gëzueshme të shenjtërve të tu. O Zot, na jep jetën në Krishtin. Aty ynë që je në qiell, ushenj troftë emri yt, art mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Dëgjoj o hy lutjen që bashkësia e besimtarëve të tu ta lartëson në fenë e Zotit të ringjallur dhe përforcojë në ne shpresën e lumtur se së bashku me vëllezërit e motrat tona të vdekura do të ringjallemi në Krishtin në një jetë të re, nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.